se i kom pas emocionet dhe stresin dyfish, se ka pas shumë kohë që nuk kom dalë në skenë edhe nuk kom performu para juristë, profesional, para publikut. Unë ty të majnë men prej The Voice Kids, kur ke konkuru në The Voice of Albania në Shqipëri, po tash eksperienca jote në The Voice of Finland, qysh ka qenë si eksperiencë, që ka të shtyu me shku edhe, që ki këtë relacionin me këto shows që janë për talent shows? Po, në fakt që prej The Voice Kids of Albania nuk kom marrë shumë pjesë në asë një talent show, nashta që më ka by kohë që me gjetë pak vetën se qa po kam dëshirë me knu, edhe me qa po kam dëshirë me u merë. The Voice of Finland më ka dogë një mundësi me artë që në me ja u tregu talentin edhe jashtë vendit tem, jashtë Kosovës, edhe me përfaqësu Kosovën normalisht. Po e kom pa dhe si mundësit mirë që me u integru shumë me shtetin finlandez, me mësu ma shumë për shoqërinë e tyre, edhe me bo një rreth artistash që nuk i dihet mujnë me ndihmu ma shumë në periudën tem artistike. Hana, ti përveç eksperiencës tonë në The Voice of Finland, e ki synim me vazhdu me u marrë muzikë dhe me qenë pjesë e muzikës, e industrisë muzikës? Po, ka qenë dëshira jam prej që kom qenë shumë e vogël edhe tashve që jam të punu për të, edhe shpresoj që në të ardhën kom ja rrit ato që kom pas gjithmonë dëshirë. Nëse ma bën një diferencim me Voice of Albania edhe Voice of Finland, a është e njëjti chain, e njëjta strategji, a tu ka duk që dallojnë ti për shumë njëra tjetrën? Mu ka duk që dallojnë se edhe The Voice Kids of Albania kom qenë shumë e vogël, ma shumë një mirë print, me informata me sa në vend meje. Edhe ata ma kanë zhjith kongën, pos nashta pak ma shumë prova, e këto është pak më ndryshe se i kom pas emocionet dhe stresin dyfish, se ka pas shumë kohë që nuk kom dalë në skenë edhe nuk kom performu para juristë, profesional, para publikut, edhe këto besoj që kanë qenë pak më ndryshe, se edhe gjuha është tjetër, njerëz, shumë çka ka qenë ndryshe për mu. E që është tregu industrisë muzikës atje në Finland? Që ka ndëgjohet ma shumë, a jënë shumë të kapur me Amerikë, me Perëndim, si që shemi në këto, që ka ndëgjojnë ata ma shumë? I kanë disa artistat njohur që i ndëgjojnë vetëm ata, po muzikën kryesore kanë qef shumë rock me ndëgju, po ka dhe artista pop që janë të mirë dhe muzikë rap ashtu, po kryesisht rock ndëgjohet edhe këndohet për finlandezëve. Kryesisht do me thonë në gjuhën e vetë, është që janë shumë të lidhur me knu kongë amerikane, angleze, që she kem zakon në talent shows në Shqipëri. Ma shumë finlandesht këndojnë, po ma shumë gjuhën e tyneve dhe ma shumë rock ose heavy metal.